Dhimbja dhe piklimi I kishin pushtuar të gjithë të pranishmi gjatë të lamtumirës së fundit të voglushit, por gjyshja ndjeu diçka të çuditshme. Plaka vendosi të kontrollonte, u afrua dhe dëgjoi një klithmë. Ajo që zbuloi në atë moment do t'ju bërë të qani. Të dashur shikues, para se të vazhdojmë, ju lutemi, shkruani në komente se ku ndodheni. Jemi vërtet të interesuar të dimë se nga cili qytet jeni. Maria, një grua 70 vjeçare nga një qytet I vogël, jetoi një jetë të vështirë, por plot dashuri. Në rinin e saj, ajo dha mësim në një shkollë fillore, rriti djalin e saj vetëm pas vdekjes së burrit të saj dhe gjithmonë mbeti e palëkundur dhe e sjellshme. Njerëzit e njihnin si një grua simpatike, të drejtë dhe energjike, gjithmonë e gatshme të ndihmonte. Jeta vazhdoi si zakonisht, derisa një tjetër goditje e fatit I shkundi themelet. 3 vjet më parë, djali I saj Andrej dhe gruaja e tij Olga vdiqën në një aksident të tmerrshëm automobilistik. Atë ditë Maria po shkonte të merrte nipin e saj Harin nga kopshti dhe kjo rezultoi të ishte një vendim fatlum. Djali mbijetoi, por prindërit e tij nuk u kthyen kurrë. Maria humbi fëmijën e saj të vetëm, mbështetjen e saj dhe gjithë kuptimin e jetës. Dhe jeta dukej se I u zhduk. Ajo nuk dinte si të jetonte më. Dhimbja ishte gjithëpërfshirëse. Por kur pa Harin për herë të parë pas funeralit të prindërve të tij, me flokët e çrregullt, sytë e friksuar dhe duart që I dridheshin, teksa I drejtohej asaj, ajo e dinte se duhej të ngrihej për këtë. Djali kishte nevojë për gjithçka që ajo mund t'i jepte, dashuri, kujdes, besim. Maria u bë jo thjesht një gjyshe, por një nën. Ajo e rrethoi Harin me kujdes, duke u përpjekur të shëronte zemrën e tij të thyer, ndërsa qepte të sajën. Ata u bën të pandashëm. Në mëngjes ajo e bënte gati për shkollë. Gjatë gjithë ditës e ndihmonte me detyrat e shtëpisë, por në mbrëmje I tregonte paralla dhe histori të vjetra nga jeta e saj. Pavarësisht moshës së saj të thyer, Maria gjeti forca për të vazhduar për hir të tij. Djali ishte drita e saj, ajri I saj, shpresa e saj e fundit. Kaluan 2 vjet, Hari u rit si një djalë I sjellshëm, simpatik, kurrishtar. Ai adhuronte të gjitha gjallësat, veçanërisht kafshët. Ëndra e tij ishte të bëhej veteriner. Ata shpesh shëtisnin buzliqenit, luanin sha ose piqnin biskoda së bashku, duke përdorur receta të vjetra. Jeta e tyre nuk ishte e lehtë, por ishte e vërtet. Një mbrëmje vonë, duke u kthyer nga shkolla, ata u zun nga një shi I fortë. Era po merrte gjethet dhe qielli ishte mbuluar me re të kaltra. Dhe pa pritmas një rënkim I qetë me zi ndëgjueshëm. Ata u ndalën, pas shkurave në një strehë të vjetër qëndronte një këlysh. Ishte I dobët, dridhej nga të ftohtit, këmbë e pasme ishte plagosur dhe kishte frikë të padurueshme në sytë e tij. Hari vrapoi dhe përqafoi me kujdes kafshën në gjoksin e tij. Zëri I tij I dridhej. Qyshe, do të ngri. Duhet ta shpëtojmë, të lutem. Maria e pa këlyshin dhe në atë moment diçka sikur fluturoi në gjoksin e saj. Kjo krijesë e braktisur, e brisht në nevojë për dashuri, ishte një pasqyrim I dhimbjes së tyre. Ajo tundi kokën, le të shkojmë në klinik. Ne nuk I braktisim ata që janë në telashe. Kështu u shfaq Lisa në jetën e tyre, një qen me lesh të mëndafsht, një hund të ngrohtë dhe një zemër të madhe. Ata I trajtuan, e ushqyen, e ngrohën dhe në këmbim ajo u dha atyre devotshmëri të pamas. Që në fillim Liza u ndjeje si pjesë e familjes së tyre. Ajo flinte pranë shtratit të Harit e përcjellte atë drejt e porte e shkollës dhe I sillte pantofla Marias. Ajo ishte më shumë se një qen. Ajo u bë një ngushëllim dhe një kujtesë e gjallë se edhe pas ditëve më të errta drita është e mundur. Kaluan disa vit. Jeta u bë sërish e plot. Liza u bë një pjesë integrale e çdo dite të tyre. Ajo dukej se ndjente gjendjen shpirtërore të pronarëve të saj. Nëse Maria ishte I trishtuar, ajo shtrihej pranë saj dhe nëse Hari ishte I sëmur, ajo nuk I largohej. Por një ditë ndodhi diçka që shkatroi botën e tyre sërish. Në një ditë të qartë pranvere, kur gjithçka dukej se po fillonte një jetë e re, Maria si zakonisht po mblidhte rrobat në balkon. Në atë kohë, Hari sapo ishte kthyer nga shkolla, doli për një shëtitje në obor me shokët e tij. Ata po luanin futboll, topi rrokulliset jashtë oborit. Djali vrapoi pas tij në rrugë, ai nuk pati kohë të vërente makinën.
Goditja ishte e tmerrshme. Kalimtarët thirrën ambulancën. Hari u dërgua në spital dhe Maria u nxitu atje sapo e dëgjoi. Doktorët luftonin për jetën e tij, por disa orë më vonë raportuan se djali kishte vdekur. Zemra e tij kishte ndaluar. Diagnoza ishte vdekje e trurit. Maria ishte shkatruar, gjithçka brenda saj u shem. Ajo klithi, humbi ndjenjat, u kap pas doktorëve, duke I lutur ata të rishikonin përfundimin. Por ata ishin të sigurt se djali nuk mund të shpëtohej. Trupi I tij u shkëput nga pajisjet. Dita tjetër u bë dita më e tmerrshme në jetën e saj. Funerali. Ajo dukej se ishte në mjegull. Qava aq shumë sa nuk mund të merrja frymë. Gjithçka dukej irreale. Liza nuk I lëvizte nga asnjë hap. Shumë njerëz u mblodhën në vareza. Të gjithë e njihnin Marian dhe Harin, të gjithë ishin në zi. Kur filluan të mbyllin arkivolin, Liza pa prit mas ngriti kokën. Leshi I saj u ngrit. Ajo gëreu, filloi të le, të arrinte të arkivolin, të ngjitej në tokë me putrat e saj dhe të ulurinte. Maria u përpoq ta mbante, por qeni ishte tërbuar. Ajo ndjeu se diçka nuk ishte në rregull. Në fillim askush nuk e kuptoi, por shpejt Marian dëgjoi një trokitje mesi e ndëgjueshme, një fishkëllim. Pastaj një rënkim. Hari, klithi ajo. Ajo vrapoi drejt arkivolit, filloi të trokiste dhe të bërtiste duke kërkuar ndihmë. Në fillim njerëzit menduan se gjyshja kishte çmendur nga dhimbja. Por Liza qëndroi me saj dhe turmës, duke mbrojtur arkivolin. Në panik Maria I hoqi kapakun dhe pa nipin e saj duke lëvizur dobët gishtat. Ambulanca mbriti menjëherë. U zbulua se Hari ishte I gjallë. Doktorët kishin gabuar. Ai kishte katalepsi, një gjendje rrallë neurologjike në të cilën truri është plotësisht I paralizuar, por vetëdia mbetet. Djali kishte qenë gjallë gjatë gjithë kësaj kohe, ai dëgjonte dhe ndjente gjithçka. Historia e tyre përfundoi me një mrekulli. Maria nuk e lëshoi. Liza kërceu përreth, duke tundur bishtin, duke lëpir fytyrën e djalit. Hari u shërua plotësisht brenda pak muajsh. Historia e tij zuri vend në lajmet lokale dhe Liza u quajt një qen mrekullish. Njerëzit vinin për të parë këtë shpirt besnik, për të ndjerë dashurinë e pakushtëzuar që shpëtoi jetën. Sot Maria, Hari dhe Liza vazhdojnë të jetojnë në shtëpinë e tyre të vogël komode. Historia e tyre na kujton të gjithëve se është edhe gjithçka kur duket se është e humbur. Dashuria mund të na kthej në jetë. Dhe zemra e një qeni mund të ndjej gjëra që asnjë pajisje tjetër nuk mund t'i zbulojë. Ju lutem, na tregoni në komente se cilat janë mendimet tuaja për këtë histori. Dhe nëse ju pëlqeu kjo video, atëherë pëlqejeni dhe abonoheni në kanalin ton. Ju faleminderit.